Bashkimi Evropian ka ndryshuar qasje kundrejt zgjerimit. Me komisionin aktual, po marrim edhe mbështetje në Parlamentin Evropian për zgjerimin dhe shumica e qytetarëve të BE-s e mbështesin. You view incorporating more countries as your biggest responsibility, but also if this doesn't happen by the end of this commission, would you consider that as perhaps a personal failure, but also a European failure? For my personal, yes, it's not just in my hands, but still, Procesi nuk varet vetëm nga unë, por do të thosha se kam punën më të mirë në Evropë. Kush ka mundësinë më të mirë se unë për të bërë bashkë Evropën? Është një përgjegjësi e madhe, të cilën e kam marrë përsipër. Nëse duam që Evropa të jetë më e fortë, duhet i bëjmë gjërat në mënyrën e duhur dhe të konsiderojmë të marrim në shqyrtim atë që duhet bërë. And Ukraine, are we to understand, and I don't want to make this a cliche, that then Serbia, North Macedonia, you view as, also we should include Georgia at some point in that conversation, you view now as not doing as well, you would put them at the bottom of the rank? No, I'm not ranking this, so what I see... Nuk po bëj renditje në proces, por në raportin e zgjerimit kemi matur progresin dhe gatishmërinë e vendeve. Në disa aspekte, Serbia është më e përgatitur se disa vende të tjera, por nuk ka arritur progresin që pritej. Ajo mund të jetë gati në disa kapituj, më shumë gati se të tjerët, por duhet të shohim më shumë angazhim sa i takon luftës kundër korrupsionit, krimit dhe lirisë në fushën e arsimit. Ne duam të shohim një Serbi demokratike në BE dhe jam e lumtur që protestat në Serbi kanë treguar se potenciali për demokraci është i madh dhe se njerëzit dëshirojnë të shkojnë drejt demokracisë. What does that mean? You say there is backsliding, and it's happened in many critical areas, going from civil rights to freedom of expression in the media. You also say, I want to see a democratic Serbia. If I'm the president of Serbia and I'm hearing this, I would go, well, it's going to be very rough. That means this is not going to move. You will have it. You will have him later. Oh, I'd like to talk to him, and I will meet him. Do të takohem me presidentin serb, me të cilin do të kem një darkë pune, por i qëndroj çdo fjale që thuhet në raport, sidomos sepse shumë fusha, në shumë fusha ka defekte, ka mangësi, pasi nuk ka pasur kur më parë kaq gazetar të dënuar në Serbi. Sistemi gjyqësor i vendit është i politizuar dhe mund të vazhdoj me shumë gjëra të tjera. Gjithashtu nuk kanë ndjekur linjën e vendeve të tjera që janë përshtatur me linjën e politikës së jashtme të BE-s. Pra këtu kemi të bëjmë me një prapambetje të Serbisë. Ukraina është 99% pro linjës së BE-s, e ndjekur nga Moldavia, ndërsa Serbia është 61%. Mund ta kuptoj presidenti Vučić që shkon në Moskë apo në Pekin, por nga ana tjetër të mbështesësh
një regjim atë rus që po vret njerëz në Ukrainë dhe duke mos pranuar sanksionet që BE po ushtron ndaj Rusisë, janë gjëra që ne nuk mund t'i tolerojmë më. Dhe mendoj se nuk është diçka pozitive që